shqiptarët votuan më shumë për një lloj normaliteti. Pushteti i madh i zotit Rama shpresoj që mos ta bëj atë më shumë arrogant se sa është. Shqiptarët votuan më shumë për një lloj normaliteti. Dhe zoti Rama arriti ta kuptonte këtë sepse u tregoi në projeksionin e tyre Shqipërinë e integrimeve europiane. Ju e dini tani që është një konjunkturë që Shqipëria, Malizi, Serbia mund të integrohen shumë shpejt në Bashkimin Evropian. Paçka se ne dim shumë mirë që Serbia e ka të detyrueshme që duhet ta njohë Kosovën, por konjunkturat europiane ndryshojnë në mënyrë të tillë që i ka dhënë shumë shpresë. Ashtu si Malizi me Shqipërinë që janë në rrjeshtin e parë të integrimeve, kanë shumë shpresë që të mbyllin procedurën. Dhe zoti Rama, duke ditur pro-europianizmin e shqiptarëve, ka luajtur shumë me këtë kartë, pa dhënë llogari fare për mandatin e fundit, pa treguar fare konsumimin e frikshëm të 12 viteve. Dhe shqiptarët pikërisht kanë votuar për për Shqipërinë e të ardhmes, po jo për Shqipërinë e tashme. Shqipërinë e tashme është munduar ta mbajë fort zoti Berisha, por mënyrën se si e ka treguar dhe mënyrën se si është shprehur për ta ndryshuar, duket se nuk ja u mbushi mendjen shqiptarëve. Dhe madje unë besoj që niveli i saj do jetë nivel edhe më i dobët se legjislatura aktuale. Çuditërisht dhe Shqipëria dhe Kosova ngjasojnë. Legjislaturat e fundit është njëra më e dobët se tjetra. Dhe tjetër, pushteti i madh i zotit Rama, shpresoj që mos ta bëj atë më shumë arrogant se sa është, sepse arroganca e tij manifestohet edhe në arrogancën e të gjithë institucioneve që janë përreth zotit Rama. Në pjesën se si qaset administrata me publikun, në mënyrën se si ata shikojnë zhvillimin e vendit tonë, dhe mbi të gjitha, mënyra se si ata e mendojnë ndryshimin, pa përfillur fare nevojat, interesat e shqiptarit thjesht. Pjesëmarrja ka lënë shumë për të dëshiruar dhe është gati në nivelin 41%, 42%, është gati 4.5 pikë më pak se sa 4 vjet më parë. Në momentin që po flasim, janë numëruar gati gjysma e kutive të votimit. Po arrin gjysma e kutive të votimit, tërësia e tyre është 5225 në mos gaboj. Dhe shikohet një avantazh jashtëzakonisht i madh i Partisë Socialiste deri tani. Ndërsa Partia Demokratike ka humbur pikë edhe me vitin 2021. I vetmi arritësi është që partitë e reja deri tani arrin që të fusin ose arrin që të kapin një mandat në rang kombëtar.